Kanabi sativa tregtohet në mes të Tiranës. Një pako e vogël ku lënda narkotike është mbështjellë me plasmas kushton vetëm 1000 lekë të reja. Shihni videon ekskluzive të emisionit urban e Kana një report ku shfaqen dy trinj. Njëri është përdorues i rregullt i narkotikëve, i cili pasi ka komunikuar fillimisht në telefon me shpërndarësit e drogës, ka lënë një takim flesh me njërin prej tyre pranë shkollës së mesme artistike Jordan Misja, e quajtur ndryshe Liceu Artistik i Tiranës. Në pamje duket përdoruesi, i cili me lekët në duar kalon përgjatë rrugës pranë shkollës në fjalë, në një orar mjaft të populluar kur nxënësit fillojnë të dalin nga orët e mësimit dhe takohet më pas me shpërndarësin ku shkëmbejnë shumë pak fjalë të koduara dhe bëjnë shkëmbimin e mallit me lekët. Përdoruesi, i cili në mënyrë të guximshme ka vendosur të bashkëpunojë me emisionin Urbanika, jep në këtë mënyrë një pasqyrë të qartë të asaj çfarë ndodh çdo ditë në Tiranë pranë shkollave të kryeqytetit. Sipas tij, tregu ilegal i narkotikëve funksionon në mënyrë të rregullt në kryeqytet, ku shpesh prej e tij bien grup moshat nga 12 deri 17 vjeç.